Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio Aristotel Petro, gazetari i radio televizionit Alpo Gjirokastër, për të dhënë një mesazh ndërgjegjësues për gjithë shqiptarët. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Dhe faleminderit të ftesën. Zoti Aristotel, si e shikoni situatën aktuale? Situata aktuale është një situatë kaotike, gjithë shqiptarët e ndjejnë, e shikojnë që është një situatë ku ka perceptuar në një rëmuj totale, ku ata që duhet të bënin shtetin nuk po bëjnë gjë tjetër veç se një kashillëk përballë shtetit. Korrupsioni i tyre është i niveleve nga më të mëdha të mundshme në rang planetar, kështu që situata nuk është normale. Gjithsesi pritet që të ketë ndryshime, pritet që të ketë zhvillime të tjera dhe këtë nuk është se e them unë, por kjo duket qartë, duket hapur dhe gjithë shqiptarët mezi presin të ketë lëvizje, ndryshime, të cilat do të sjellin një stabilitet në Shqipëri, një stabilitet i munguar, pasi siç po e shikojmë, shumica e shqiptarëve ndodhen jashtë vendit, elita dhe ajka e shoqërisë shqiptare janë të detyruar të largohen pas presionit që kanë ndier për brenda vendit. Dhe kështu që çdo gjë pritet të ndryshojë në ditët në vijim. Zoti Aristotel, si mund të gjejnë veten shqiptarët në këtë situatë që ndodhen? Shiko, është një diçka që duhet ta mendojnë të gjithë. Liria nuk mund të vijë nga lart, ose mirëqenia, nëse mund ta themi kështu, sepse duhet dhe njerëzit ta kërkojnë. Asgjë nuk vjen rastësisht. Nëse fëmia nuk qan, as nëna nuk i jep të pi, se thotë është mirë fëmia, pse do t'i jap të pi? Është në rregull. Kështu që njerëzit nuk duhet të tremben dhe të kenë frikë nga presionet apo represionet e ndryshme që mund të përdorin strukturat shtetërore aktuale, gjë që dhe i kanë përdorur përpara, por kur njerëzit bëhen bashkë për një qëllim, atëherë çdo gjë merr dhe ndryshim. Nëse njerëzit nuk e kërkojnë të drejtën e vet për të jetuar normal, atëherë kush do ta sjellë ndryshimin? Ne kemi në krye politikanë të cilët i kemi votuar për të na mirë qeverisur dhe jo për të na keq qeverisur dhe jo për të na marrë të drejtat dhe jo për të na tjetërsuar këto të drejta dhe të tjerët ose gjithë të interesuarit e tjerë jashtë orbitës shqiptare të vinë këtu në Shqipëri, të gjejnë dhe të bëjnë çfarë të duan me shqiptarët dhe me troje shqiptare, kurse ne të mos kemi mundësi as të sigurojmë jetesën në Shqipëri. Flas për popullin shqiptar përgjithësi, nuk po flas për vete. Kështu që është një hap i cili duhet që të shikohet edhe nga njerëzit. Njerëzit duhet të kujtojnë se nuk i bëjnë dëm askujt nëse kërkojnë të drejtën e mbarvajtjes, të drejtën e mirë qeverisjes dhe të drejtat e veta si shqiptar, se në fund fundit jetojmë në një vend ku na ka lënë Perëndia të jetojmë dhe duhet të jetojmë si shqiptar dhe siç të parët tanë kanë jetuar në barazi, në harmoni e kështu me radhë. Por këtu kanë humbur të gjitha me sa duket, ka humbur dashuria, ka humbur harmonia, egoizmi është në plan të parë, përçarjet dhe dallaveret janë gjithmonë në plan të parë dhe fatkeqësisht i keqi po bëhet shembull shembull i përgjithshëm për të përgjithësuar edhe nga ata që nuk dinë se çfarë të bëjnë me jetën e tyre. Kështu që ka ardhur koha që të gjithë njerëzit duhet të kërkojnë dhe jo thjesht të jenë apatik apo të presin se dikush tjetër do ta bëjë për ta. Sigurisht që edhe lëvizje do të ketë, sepse jo çdo gjë është e përjetshme, jo çdo e mirë që vjen për mirë ri gjithmonë e mirë, ashtu si edhe çdo e keqe nuk vjen dhe ri gjithmonë përjetësisht. Kështu që edhe kësaj të keqe që i ka ndodhur këtij vendi prej 35 vjetësh, mendoj se i ka ardhur koha të largohet, por që kjo gjë të bëhet sa më normalisht dhe sa më efektivisht, duhet që dhe njerëzit ta kërkojnë për brenda një ndryshim i cili duhet të jetë cilësor për gjithë jetën e shqiptarëve. Si e shikoni të ardhmen e këtij vendi? E ardhmja e këtij vendi varet nga cilësia e mendimit të njerëzve. Nëse nga cilësia e ndërgjegjësimit, më mirë do të shpresha, nëse njerëzit do të ndërgjegjësohen sepse
ky vend duhet bërë për të shërbyer njerëzve dhe nuk duhet të shfrytëzuar apo vjedhur për të përfituar personalisht, atëherë do të ketë një ndryshim cilësor. Sigurisht që për pozicionin që ka Shqipëria, për resurset që ka dhe për të gjitha gjërat e tjera, është një aset planetar, do të thoshja, është një vend i përkryer për të qenë një kryeqendër botërore, pse jo? Por fatkeqësisht këtu në Shqipëri njerëzit janë përçar, janë ndarë, janë hedhur kundër njëri tjetrit dhe nuk ka ardhur normalisht dhe natyrisht kjo gjë që duhet. Për shembull, profesor Pilinçi që kemi këtu, që ka ardhur së fundi në Shqipëri, po bën përpjekjet e tij maksimale dhe pse në moshë madhore. Madje për këtë gjithë duhet ta përgëzojmë dhe ta falenderojmë që ai bën përpjekje maksimale edhe pse 50 vjet larguar na troj shqiptare, por ama ka atë shpresën se këtu ai do vi dhe do ketë mundësi që njerëzit ti ndërgjegjësoj dhe të aq sa pak mundet të bëj atë që duhet. Mirë po ja që ka dhe ndërhyrje nga jashtë, ata që nuk duan që këto që thot profesor Pilinçi të bëhen realitet, fusin kunja, fusin portale të ndryshme për të bullizuar, për të tjetërsuar atë qëllimin dhe dëshirën e mirë, dhe kështu që njerëzit të tërhiqen dhe bën disi të mosbesues, sepse kështu foli ai portal, kështu foli ky portal, por jo, nuk është kështu. Profesor Pilinçi nuk ka ardhur kot dhe nuk i bën ato lëvizje që ka bërë, nuk i bën kot. Ai shpreson dhe dëshiron që të bëhet Shqipëria natyrale, madje edhe në programin e partisë tuaj që unë pash pak më parë, ishte harta e Shqipërisë natyrale. Programi 51 pikave? Po, ku çdo shqiptar e ka ëndër. Atëherë ku është e keqja? Çfarë shikojmë keq këtu, të gjithë duhet të thrasim mendje se e keqja nuk na vjen nga profesor Pilinçi, madje ne duhet ta mbështesim dhe ta përgëzojmë për atë nisëm që ai ka ndërmarrë për të sensibilizuar dhe për të ndërgjegjësuar gjithë shqiptarët që të afrohen rreth vetes, jo rreth një partie, nuk ka nevojë. Një parti e vetme nuk mund të bëj atë që mund të bëjnë njerëzit kur janë të bashkuar. Shqipëria ka shumë vlera. Ka shumë shqiptarë që punojnë në profesione të ndryshme, të cilët kanë vlera të cilat nuk mund të hidhen poshtë, se shqiptarët kanë qenë gjithmonë të shquar në çdo drejtim, në të gjitha profesionet pa i përmendur, në të gjitha drejtimet, edhe në politikë shqiptarët kanë njerëz. Mirë, po politika aktualisht është e monopolizuar. Partitë aktuale, partitë politike të cilat operojnë në Shqipëri prej 35 vjetësh, janë bërë parti guacka të mbyllura, të cilat nuk lejojnë mendim apo ide nga jashtë, të cilat janë zhvilluese. Por me sa duket, janë mbyllur për këtë qëllim që ato të bëjnë ato qëllimin e tyre, ndoshta e kanë dhe mision për ta mbajtur këtë vend në një status quo të rrezikshme, ku ky vend të mos përparojë, mos ketë progres dhe të njerëzit të jenë kështu siç janë, të fjetur në dorë të partive, në dorë të lëmoshave të partive, apo të njerëzve që kanë kapur dhe vetë partitë. Kështu që mendoj se ka ardhur koha që shqiptarët mos shikojnë individin, mos shikojnë kë parti përfaqëson një individ, sepse një individ është e pamundur të bëjë atë që mund të bëjnë të gjithë së bashku. Shumë mendje bëjnë një mendje më të përparuar, kurse një person i vetëm, një individ, është i shantazhueshëm, është i kapshëm, është i shitshëm ose është edhe i goditshëm. Por nëse shqiptarët angazhohen gjithë së bashku dhe formojnë një log si dikur e kanë bërë të parët tanë, atëherë me siguri që ne do të kemi një shqiptari shumë jetë gjatë dhe një pushtet të shqiptarëve, në duart të shqiptarëve me një gjatësi shumë të madhe. Mirë po pritet që këtë ta bëjnë shqiptarët dhe duhet që ta bëjnë ata shqiptarë që ndjejnë se janë vërtet shqiptarë dhe nuk pritet gjë të bëhet nga ata që shikojnë vetëm sot për sot ose nuk shikojnë më larg se maja e kputucës. Kështu që ka ardhur koha, mendoj se ka ardhur koha për shqiptarët vizionar që mendojnë edhe për nesër. Zoti gazetar, falenderoj. Edhe unë ju falenderoj, shpresoj të jemi përsëri në herë të ardhshme. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.